Mirë, do shkojmë në këto momente me Ministrin e Energjisë dhe Infrastrukturës Enea Karakaçi në inspektimin e autostradës së re Tiranë-Durrës. E ndjekim. Një pjesë të këtij segmenti 6 kilometrash janë vendosur dhe njuxhersat, pra barrierat e betonit në pozicionet e tyre finale, dhe kjo vjet re në fillim nga ana Durrës-Tiranë, ku trafiku është hapur në 4 kursi dhe ajo është edhe gjerësia. Kjo është rrugë që do të ketë 3+1 kursi, 3 kursi nga 3,75 metër dhe një kursi emergjente me gjerësi 3 metër. Ndërkohë që në muajt në vijim do të fillojë edhe arrëdimi urban, që do ndryshoj plotësisht pamjen e kësaj autostrade. Po, dhe ndërkohë e rëndësishme është që ne të theksojmë sot që brenda javës së parë të muajit maj, ky segment në të cilën është punuar për zgjerimin e tij, është do jetë totalisht i hapur për qytetarët, duke krijuar kështu një shfryrje të trafikut në kuadër edhe të turizmit dhe sezonit turistik që ne fillojmë. Ky akt patjetër ka rëndësinë e vet, sepse së pari bën lidhjen e, le të themi, portit të Durrësit me aksin e Morinës dhe me pjesën e Kosovës. Ndërkohë po ashtu, siç e thash, bën edhe lidhjen ndërmjet pjesës së veriut të Shqipërisë me hyrjen në Tiranë dhe bën një shfryrje të trafikut për sa i përket qytetit dhe hyrjes në qytetin e Tiranës. Është e rëndësishme të theksojmë këtu hami që në fakt ne në këtë segment jemi duke punuar edhe për disa projekte tjera. Siç kemi bypassin e Tiranës dhe segmentin Kashar-Lekaj. Në çfarë faze jemi për ato? Di që punimet paktën për bypassin e Tiranës kanë filluar dhe ndërkohë edhe për Kashar-Lekaj jemi në fazën përfundimtare për fillimin e punimeve. Ne aktualisht në 2 kontrata zbatimi për sa i takon bypassit të Tiranës. Jemi në fazat fillestare ku esuria është 20% aktualisht të punimeve, por ky patjetër është një bypass shumë i rëndësishëm sepse do të bëjë një shfryrje të trafikut duke mos detyruar automatikisht mjetet të vinë në Tiranë për të vazhduar po themi ndroq Plepa ose edhe më tutje nga ana e kombinatit. Pra duke me përfundimin e atij bypassi patjetër ne presim kemi pritshmëri që trafiku do jetë shumë më i lehtësuar. Punimet vijojnë janë me ritëm më të mëdha, por siç e thash jemi në fazën fillestare dhe prandaj dhe jemi në këtë përqindje realizimi punimesh. Shkëlqyer. Ndërkohë që ne do vijojmë punën për vazhdimin e punimit për zgjerimin e segmentit tjetër të Tiranë-Durrës dhe patjetër që në vendin e autoritetit rrugor shqiptar do jetë edhe fillimi i procedurave për segmente tjera për të shkuar në Durrës. Ndërkohë, së fundmi, patjetër këtu ne kemi krijuar edhe kujdes të veçantë porosisë edhe të kryeministrit për sa i përket krijimit të korridoreve të gjelbërta. Unë di që autoriteti rrugor shqiptar ka bërë edhe një projekt tashmë për sa i përket pasjes së një qasje më estetike edhe të gjithë këtij segmenti. Në muajt në vijim presim të fillojmë implementimin e arrëdimit urban, është emri i projektit që do të zbatohet, ku përveç gjelbërimit janë parashikuar dhe barrierat akustike dhe ndriçimi që aktualisht mungon në këtë fazë që jemi. Shumë e rëndësishme ministër të vëmë në duke edhe një shqetësim të ngritur pasi ne kemi pasur 5 mbikalime këmbësorësh në autostradën Tiranë-Durrës, ndërkohë 2 prej tyre janë hequr tashmë dhe kemi vetëm 3. Ndërkohë që me arrëdimin urban përfshihet edhe vendosja e këtyre 5 mbikalimeve në vendin ekzistuese. Pra që të qartësohet opinioni publik që mbikalimet do të vazhdojnë të jenë në pozicionet që kanë qenë, thjesht me zgjerimin e autostradës është nevojshme riprodhimi i tyre në dimensionet të reja. Mjaft mirë. Pra, siç e thash, jemi në ditët e fundit të punimeve në këtë segment shumë i rëndësishëm dhe data e fillimit ose e hapjes së kësaj rruge kemi njoftuar që do jetë java parë e majit, brenda javës parë të majit, që është edhe java ose ditët fundore për mbylljen e çdo procesi të punës. Java parë ministër ju siguroj që do e gjej këtë kantier të hapur. I vetmi segment që është një distancë 200 metra do jetë lidhura me nyjen e Laknasës. Pasi ne kemi në zbatim edhe kontratën lotin 3, fazën 3 që ne e quajmë, që përfshin nyjen mbikalimin e Laknasit dhe mbikalimin e Rinasit. Dhe këto janë edhe punimet që do intersektojnë në këtë hapje që ne do të bëjmë, por që nuk besoj do të ndikojnë te trafiku, pasi do jetë me 3 kursi. Ne do ndërhyjmë vetëm në kursinë emergjente në një devijim provizor gjatë fazës së zbatimit të punimit. Mirë. Mirami, faleminderit për punën e bërë dhe për gjithë mbështetjen që autoriteti rrugor shqiptar i ka dhënë këtij projekti dhe për ndjekjen e vijimësisë të procedurës. Faleminderit. Faleminderit ministër.